Hapi i popullit. Hapi i popullit është hap vegan epokal, që zgjon historinë dhe merr përdore si fëmijë të ecën përpara. Kur historia kote të përgjumur mbi datat antike, populli kur e qet hapin e rrugë, dridhet toka e qielli, shënon data të reja dhe i përtrin emrat e moçëm të tokës dhe qiellit. Don të dali nga prangat, nga zgjella e pesha robris. Ku don t'i thej vargont në duar, në këmbë, në qafë. Në qafë me kryi shpërthen kupollat e hekurta të shtypjes dhe shfrytësimit. Hapi i popullit ishte i fuqishëm dhe s'ka kthim prapa. Populli e mendon mirë para se me qit hapin. Hapi i tij është hap historik. Në çfarëdo mënyre ta qet, mund të përgjaket zakatoset, por asesi s'ka kthim prapa. Kur vendos me një goje, me një gjuhë, me një gjak, atëherë populli do ta mallshtoj historinë e vet. Edhe do të turpërohet historia botës para tij e para vetvetes. Asgjë nuk mund ta ndaloj hapin vegan të popullit. As shujzat egocentrike të fryera me gjakun e tij, as lavjerësit hipokrit me numra që thejnë matematikën e lartë duke ja matur pikën e drejtë pëshimit në laborator dinat heliocentrik. Asgjë nuk mund ta ndaloj hapin vegan të popullit, veç humbja, zhduhja apo detërsimi të gjithëve. Bota le t'i shtinve është ndesh sa të dojnë ngunat për gjakura. Në flatrët e shqipëve të ngrira mbi pelhura, vije dita kur dikush do të turprohet para dikujt, e vije dita kur dikush nuk do të ketë vend të ulet as në stret shtëpis.